Nga data 7 gusht kanë hyrë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor, me masat më të forta për drejtuesit e mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit. Në fokus të ndryshimeve është edhe drejtimi i automjetit nën efektin e alkoolit, një nga shkaqet që rrezikon drejt për drejt jetën e përdorësve të rrugës. Masat e reja synojnë forcimin e sigurisë rrugore, parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e përgjegjshmërisë së drejtuesve të mjeteve. Ndërkaq, drejtuesit e mjeteve i konsiderojnë të domosdoshme ndryshimet në kodin rrugor, veçanërisht masat që synojnë frenimin e sjelljeve të rrezikshme në rrugë. Ndoshta heqja për gjithmonë është pak ekstrem, po jam dakord Jam dakord që të vinë gjërat të ketë një masë serioze që njerëzit të stepen, sepse vërtet ai që pi alkool nuk është i ndërgjegjshëm, po mund të ndeshet me familjen time, me mua përballë, me drejt, kështu që është toleranca zero. Sidomos për alkoolin duhet të jetë tolerant, zero toleranca. Përdorimi i telefonit për gjatë të tëra të rrezikshme janë, unë jam bashkëtor në këto të mundën sa më shumë ta shmange kështu, po që sigurisht, po çdo mas për qarkullimin rrugor duhet të jetë në maksimumin e ndryshe, sepse u mbushën viktimat që kemi në luftë. Janë shtuar rastet e aksidenteve rrugore. E ndjeni veten të sigurt në rrugë? As pak. Unë jam dhe motociklist dhe ndjem gjithmonë domethënë i rrezikuar dhe i friksuar shumë në reagimet, nga shpejtësitë, nga acarimet e adoleshentëve, sidomos masa adoleshentësh shumë pozitive. Shikojnë adoleshentët që bëjnë manovra në rrugë dhe i shikojnë me 130, me 140 dhe me 200 km/h dhe janë brenda në qytet. Në përgjithësi jam për ekstremet dhe në kodin rrugor të jenë sa më të repta. Edhe unë të penalizojmë kur ashtu, po që duke qenë jemi të ditën timon dhe shpesh dhe me familjen me këto, nuk sepse ai pianeci vetë edhe në gjyq pas lesë del si pa ndërgjegjshëm, del pa fajshëm, në të njëjtën kohë që në krahun tjetër ka bërë një qoflak e fatkeqësi. Shteti duhet i marrë masat, domethënë sa më të mira dhe sa më të krijen, domethënë masat e shtetit të krijen tamam. Si ai që pin, si ai domethënë që është me patent për shembull 1 muaj apo 2 muaj që s'ka të drejtë të marrë kamion apo ku ta di unë autobus apo ç'a mjeti i bie, e kupton? E ndjeni veten të rrezikuar në rrugë? Shumë, në moment. Shumë të rrezikuar. Po shteti duhet të vëj dorë. Duhet të vëj dorë sepse bën shumë aksidente. Në kaq popullsi sa është, ne bëmi domethënë 100-150 aksidente në ditë. Para se nuk jepen gjitha. Vetëm në 10 ditët e para të gushtit në Gjirokastër janë ndërshkuar 1903 drejtues mjetesh, 7 prej tyre për drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit dhe 3 për përdorimin e telefonit gjatë drejtimit.